ferma e ka filluar sa që është ferma elektorale, është një porosit familjes, punojnë 2 vëllezër bashkë me motrën. Po thuaj çka ndodhur nga këto 4 vite, se përpara Kur ka ardhur në vite, atëherë kemi qenë me kapacitet rreth 1050 krerë, sot jemi rreth 1700 krerë. Shpresojmë që për 2 viteve të ardhshme të shkojmë në 2000 krerë, duke bërë do të shosh. Po. Kemi 1700, shkojmë në 2000, për atë 2 vitet e ardhshme, shpresojmë që aty të rrisim dhe pjesën e universitetit, mjedisit, etc. Dhe jemi munduar jo të rritemi shumë në numër krerësh, por të rritemi aq sa kemi mundësi të prodhojmë ushqimin voluminoz vetë dhe pjesën më të madhe të punëve dhe të ushqimit kemi të prodhuar këtu në vend. Prodhojmë çdo ditë të rreth 19 tonë qumësh, këta i shesin 4 fabrikat kryesore në Shqipëri. Kemi bërë investime kohë dhe fundi me mirëqenien e kamave, me trajtimin e ujrave, mbetjeve. Kur ka ardhur në fund kemi qenë në proces ndërtimit të kompjuterike që do ta shikojmë pastaj më pas. Ai është një brend amerikan, Walmart, i bërë me ndihmën e parë dhe qeverisë shqiptare përpara 4 vitesh dhe ai ka qenë dhe ndryshimi jon nga bujq çobenj në fermer, sepse fermera është fjala e madhe, ato kemi filluar që ne të kemi informacione që të kemi informacion për çdo kafsh, si në litra qumësh, aktivitetit që kryen, pas të përmarojnë qumësh, hiqet në mënyrë automatike, asnjë gjë nuk preket vetor, shkon, ftohet dhe filtrohet. Po, është automatike. Në momentin që ajo për 2 minuta nuk çon qumësh, stakohet vetëm. Tani imagjinoj që 700 lopë se sa njerëz do duheshin më përpara për t'i mbjellur sa vend e të gjitha. Kurse tani e bëj vetëm 3 persona. Dima thot që për krerë, domethënë për kohë ti arrin 8000 litra në vit? Jemi 8900 litra në vit. 8900 mesatarja. 9000. Po. Se temi numrin e krerëve po bie, normalisht. Do ketë, por ne nuk kemi të rrisim numrin e krerëve. Ne kemi rendimentin për lopë. Unë po në dini, unë dhe dini që në gënon vjetër, merim 4 asaj ko, merim 4.000, 5.000, 5.500, maksimumi të racës të gjitha moderne. Apo jo? Jo, jene qik statistika, s'ka që 4 vjetër. Jo, mos ku do shkosh, më kam qenë kërëjonon, sa vite, edhe ku shkova që unë e ri, 32-33 vjeç, edhe kishim 700 lopë. Në 700 lopë nishim 27 kundal qumësh. Ky kompleksi këtu, 90 tonë. në Benjse në Nëndori ishe giganti i Shqipërisë. Ne prodhojmë shumë se sa prodhojmë. Do me thënë sot në 1700 krerë prodhon 19 tonë në ditë. Ne kemi gjithsej 1700 krerë, por nga këta që viden janë rreth 690 krerë. Në 690 krerë marrin 19 tonë qumë. Në ditë. Dhe i bjen 9000 në vit, thatë. Rreth 9000, po, për krerë, për ko. E ardhme si fermer, duke marrë të fushë, vendojnë që ardhme në Shqipëri, në fushën e bujqësisë është blektoria dhe sera, ambient të ndrojtë. Dhe në vitin e fundit, ose përpara 2 vjetësh, ka filluar skema se ka qenë vetëm për 50 krerë. Tani ka filluar skema që jepet për gjithë numrin e kafshëve. Këtë e kaluar, kush kishën vit 50 krerë jemi vetëm gjysma, shpresojmë që si vjetë. Jo, po ta lëshojmë. Po, shpresojmë që si vjetë jemi në masë në që vjetë. Dhe kjo salla ka jemi Hans Shpembar, është një miku jonë austriak, që ka munduar për këtë të tërë. Dhe ka parur qenë reformimi profesional të grave. Lopët në bjedhe në tjetë dhe futen të ka jo dera. Të ka dera ka një antenë që i detekton, që shkruan numrat, dhe pas e rotollojnë. Ati ka 2 operator, një që i pastrojnë gjirë, një që vendos makinerit. Kur vjen sa ben harkën tu, makinerit vjen automatikisht. Në kohë që dalin atë derën ati mund të selektojnë do një që ka problem, do një që nuk ka, e të gjitha, i selektojnë vetë sistemi. Dhe pas e ndërgjën veterinerët për t'i kontrolluar. Në natyri nxirrni këto? Jo, vetëm këtu. Vetëm brenda.
Tani do ndryshojmë atë skemë. Aq po vi për fermerët. Prioritet numrit krerëve, jo edhe që të stimulojmë bashkimin, se nuk është çështja sipas me që ta kenë të gjithë kështu. Kush nuk ka mundësi ta ketë kështu e sjell. E bashkon edhe merr pjesën e vet. Bëhet apo jo? Kemi bërë, po me jemi dy qasje tjera, kemi bërë që veç mbështetje si ta merrnin 50 krerë, tani marrim mbështetje dhe çka mbi 50 krerë me 50% zerës, dhe kemi shtuar skemë si vjetë dhe mbështetjen për viçat që janë për mish, meshkuj, që nuk e kanë parë. Edhe mëshera po, për viçat meshkuj nuk e kishin, pra i shtohet lopës mbështetja, sepse nga lopa dalin, dhe mëshera dhe viçi që s'për mish. Ku që i bet kjo shtesë, po që përfundimisht ne do të arrim e këto parametra që vektoria të ketë prioritet dhe gati merr 60% të totalit të sistemës më të vektoria. Një fermerë si tonë që deri në vitin 2023 me gjithë krerët kishte përfiton dhe maksimumi që ishte 50 krerë, pra 500.000 lekë, vitin e shkuar që ka pas 50% mbi limitin e 50 krerëve ka përfituar rreth 2 milion lekë të re. Pra diferenca është. Dhe shpresoj gjithsesi si vjet mos tjetë dhe për pjesën që është 20 krerë. Tani si vjet është dhe risia tjetër, se tani ju jeni tjetër nivel të vetë. Risia tjetër është gjithë ajo linja e financimit dhe Bankës Shqipërisë 250 milionë euro. Edhe aty ju dhe mund të aksesoni lirisht se ju jeni biznes madh, keni edhe me atë mbështetja bëhet edhe më madhe. Patjetër. Ndihmë së madhe. Plus që duhet të bëjmë patjetër kapërcimin që të hyjmë Bashkimin Evropian, sepse direkt na vin 300 milionë euro vit për bujqësinë, vetëm bujqësinë, 300 milionë euro, që është e paimaginueshme. Por të duhet punoj dhe qeveria dhe me fermerët, për të rregulluar imazhin e këtij vendi. Sepse po mos kishte qenë qeveria shqiptare dhe financimet e Bashkimit Evropian, ne nuk do të kishim atë impian të shikojmë tani që është duke punuar. Ne ndoshta mund të kishim arritur me forcat tona, por për vitin 2027-2028. Ne jemi sot në 2025, kemi 4 vite që e përdorim. Edhe i shikojmë benefitet e tij çdo ditë. Sepse kemi mundësi që ta menaxhojmë tufën. Ndini Leran që fjallën më të vjetrit ati që ka nisur atë punë, sepse tregon gjithmonë kryeministri se si direkt pas vizitës ndryshoi gjithë situata. Të falenderoj që erdhe përsëri tonë të gjënë për shqetësimet tonë, se shqetësimet tonë sigurisht një punë madhe ka shqetësimet tonë. Dhe ka atë një fermë që i ka të objektivat gjithmonë të avancuara. Ne kemi qef gjithmonë të hajemi me fermat më të mire të fëqive, pëse jo dhe të Europës. Më bëhet qefi dhe i them fëmire, ne sot, vetëm në sajt e investimit, që është bërë aty, ka që thjesht, në qofë se klasit pari qumshit e ka 100.000, ne e përdojmë qumshit me 20.000, nga rkesë mikrobëjke. Janë arritje që si kanë tjere me vitet tëra që punojnë. Kjo është për pushtimi që kemi edhe i fermeri që ka 2 lopë, 3 Po, patjetër. dhe ti jave. Me kushtin që të bashkohen, të bashkojnë forcat. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që edhe me ndihmën e bashkive, edhe me rritjen e kapaciteteve tuaja për tjere si ju, të bashkohen, pra të thash, unë kam 2 lopë, t'i sjell këtu. Unë jam me atë. Ata që janë aplikantë që vinë, që kërkojnë. Atyre i duhet dhënë drejtimi bashkohë. Kjo është rruga. Dhe mund. Po më lejoni, ne kemi dhe sot, zotë kryeministri, ne mbështesim çdo fermer dhe një lopë të ketë. Po e di pra po. Po që të bashkohen veç me një akt marrëveshje dhe të kenë një veteriner që të kontrollojë vaksinimin, trajtimin e tëra. Boll nuk vetë dhe noteri, një akt marrëveshje midis tyre dhe ne i mbështesim të gjithë fermerët. Arsyeja pse e bëjmë këtë gjë? E bëjmë për arsye sepse duhet kontrollojmë standardin, cilësinë, kontrollin e veterinerit,
shërbimin, sepse racioni ushqimor, lopët nuk milen nga gjiri, milen nga goja, thot populli. Prandaj të ushqeve lopën e pa të themi jo nduhi për këtë punë e bëhes, ne duhet të mbarojmë negociatat deri në fundin e mesë shtatës me SSB. Ne kemi disa çështje që po i negociojmë për të marrë më shumë kohë. Kanë bërë edhe Kroacia edhe vendet e tjera kanë bërë negocim që shikohet, sepse faktikisht për të hyrë në BE do të kesh gjitha standardet dhe ata tonë janë gati, futi. Por janë në ca fusha element veçantë që ti nuk i bën dot kaq shpejt, do ku marrësh kohë. Dhe një nga gjërat që ne po negociojmë për kërkuar kohë është kjo. Çështja e si kalon prodhimi në tavolinë. Dhe ke qumshi, ke therjet, ke gjëja gjallë është pika pyçe. Bullgaria, për shembull, ka hequr Zile e Ullirit sepse nuk ja pranonte njeri me therje e rrugë. Edhe ne kemi bërë goxha progrese edhe te kjo pjesë, po prapë na duhet, kështu që kjo do ndihmë. Pa veteriner, ku shkosh, kush të lë? Dhe nuk është çështja thjesht për BE, është çështja për shëndetin, është çështja për sigurinë. Dhe ndërkohë që ata që i kanë këto lopë të mund të rriten, se problemi është çfarë do bësh? Do t'i thuash, po, unë po t'i jap këto dhe ti rri kështu dhe shtyje që vjetën, apo do t'i thuash, unë të ndihmoj të rritesh. Dhe që të rriten, duhet të ndryshojnë filozofia bërë. Në folin një herë. Subvencioni që jep sepse lotoria dhe bujësia është sektor në nevojë, është gjithmonë është arriskuar. Tu çështja nuk është për mos i dhënë. Tu çështja është për t'i shtuar. Po për t'i shtuar që të shtojë. Pra ka dy lloj mënyrash për ta dhënë. O i jep një subvencion si limosh sociale dhe ajo nuk sjell asgjë. Vetëm riciklon djetesën, ose i jep një subvencion që jep diçka dhe ai rritet. Tani ne kemi kohë që e kemi ndryshuar linjën. E gjetëm me riciklim djetese dhe pas hapi po kalojmë tek zhvillimi. Dhe po ne nuk kemi aq pasur sa të bëjmë të dyja. Ne duhet të bëjmë zgjedhje. Dhe kjo zgjedhje që kemi bërë po na funksionon. Tani këtë kamerën e keni live, po? Po. Edhe ndishtin që këtu, e monitoroni që këtu. Shumë interesant. Kur kemi kohë për qëndru zyrë, ose kur bëjmë një mbledhje shpejt, po fermerë nuk kanë kohë për qëndru zyrë. Ne kemi dhe shoqat vetë si fermerë dhe më bëjmë mbledhje këtu, mbledhje një diskutojmë dhe vetë si staf. Respekt. Respekt.